Partia Socialiste e shpreu sot shqetësimin për atë që kjo parti e quan bilanc lufte në rrugët e Shqipërisë gjatë kësaj vere. Sipas deputetit Olta Xhaçka, Ministria e Rendit Publik dhe Policia e Shtetit duhet të lëvizin me njëherë të sigurojnë jetën e shqiptarëve në rrugë, në punë dhe kudo, duke marrë masa efektive sipas shembujve të gjithë vendeve të zhvilluara. Shtimi i efektivave të policisë në rrugët e vendit është vetëm një nga masat që duheshin ndërmarrë. Masat tjera, si përmirësimi i sinjalistikës rrugore, sidomos natën, riparimi i rrugëve që rezultojnë problematike, sidomos pranë lokaliteteve të pushimeve. E mbi të gjitha, përgatitja e një plani veprimi gjatë sezonit veror janë tërësisht të munguara. Ka ardhur me njëherë reagimi Ministrisë së Brendshme që nëpërmjet zëdhënësit Fatmir Konja ka përgënjeshtruar deklaratën e socialistëve. Në territorin e Shqipërisë, korrikun e këtij viti kanë qarkulluar 130.000 automjete më shumë se korrikun e vitit kaluar. Me gjithë fluksin e shtuar, evidentohet një rënje e ndjeshme e numrit të aksidenteve. Kjo rënje ka ardhur si rezultat i masave të marra nga Policia e Shtetit nëpërmjet riorganizimit dhe modernizimit të strukturës së policisë rrugore. Ndërkohë, lidershipi i Partisë Socialiste ka qenë pjesë e problemit nëpërmjet bllokimit të akseve rrugore kombëtare dhe kaosit të shkaktuar në Tiranë në prag të sezonit turistik dhe mbetet pjesë e problemit nëpërmjet bllokimit në parlament të ndryshimeve në kodin rrugor.